Din të zgjedhin hajdutët në Londër, po synojnë të vjedhin vetëm. Një tendencë e çuditshme po raportohet nga banorët e Londrës. Hajdutët e rrugës po tregojnë selektiv me telefonat që vjedhin dhe shpesh po refuzojnë Android, veçanërisht Samsung. Sam, i cili po kalonte pranë një depoje të Royal Mail në jug të Londrës në janar, u rrethuan nga 8 burra të cilët e shtyën, rahën dhe i kërkuan të dorëzonte gjithçka kishte me vete. Ata i morën telefonin, kamerën dhe madje edhe kapelën. Por teksa po largoheshin, njëri prej tyre u kthye, i ktheu telefonin Android dhe i tha shkurt: "Nuk duam Samsung." Rasti i tij nuk është i vetmi. Londinezë të tjerë kanë treguar shembuj të ngjashëm ku grabitësit refuzojnë Android dhe kërkojnë vetëm iPhone. Mark, i cili po qëndronte jashtë punës së tij, tregon se një hajdut me eBay i rrëmbeu telefonin Galaxy nga dora, por vetëm pak qaste më vonë e hodhi përsëri në tokë dhe iku. "Nuk u dëmtua, por ndjeva sikur më refuzuan telefonin", ka thënë ai me ironi. Ekspertët thonë se arsyeja nuk lidhet me sigurinë e pajisjeve. Si Android ashtu edhe Apple kanë sisteme të ngjashme sigurie që e bëjnë të vështirë hapjen e telefonave të bllokuar. Shkaku kryesor është vlera më e lartë e tregtare e iPhone-ve në tregun e pajisjeve të përdorura dhe ato të zi. Thjesht një iPhone i vjedhur shitet më shtrenjtë dhe më shpejt se sa shumë modele Android. Policia Metropolitane dhe Policia e Qytetit të Londrës po hetojnë bandat e organizuara që merren me vjedhje telefonash, por deri tani nuk ka statistika zyrtare për raportin mes iPhone-ve dhe Android-ve të vjedhur. Megjithatë, dëshmitë e qytetarëve tregojnë një prirje të qartë në favor të produkteve Apple. Në disa raste, situata merr dhe nota komike. Simon, një tjetër banor i Londrës, ka rrëfyer se një djalë ju afrua sikur donte t'i tregonte diçka në Spotify, por sapo ai e pa se po përdorte Samsung, humbi interesin dhe u largua. Siç duket, në rrugët e kryeqytetit britanik të kesh telefonin e gabuar mund të jetë paradoksalisht një nga mbrojtjet e tua më të mira ndaj grabitësve.